Ne do të zhvillojmë një bisedë me të ftuarin tonë në studio, profesor doktor Zekiria Cana, I cili ka ardhur sot nga Kosova. Profesor, mirë se erdhët. Profesor, ju jeni njëri ndër të rallët që keni arritur të depërtoni këtyre ditëve në Drenicë. Përkatësisht, ju keni qëndruar atje në Drenicë plot 12 ditë, nga data 1 mars deri në datën 12 mars. Fillimisht, si e keni përjetuar, përkatësisht si e keni parë Drenicën e këtyre ditëve? E kam shumë vështirë. Unë morëm informacion me telefonat nga Skenderaj. Ishte rrezik që kufomat e viktimave të masakrës në Prekaz, Laush, policia serbe do t'i groposte me një grop dhe ndoshta kufomat edhe mund t'i zhdukte, mund t'i agjasonte, ashtu si që kanë bërë kriminalet serb në Bosnje. Edhe ishte ky informacion që më buni përballë një sprove të madhe që të nisën në Denis pa tjetër. Edhe u nisa një natë të errët me shi ftofët, dola nga Pločica në Murg, e prandej pak në traktor, pak me këmbë, dhe më në fund arrita në Rëzallu. Sepse të nesërmen duhet të behe ajo që të prishë skenari I këtij okupatori barbar, I cili nuk mjaftohej vetëm me masakrimin e një populatet e pambrojtur, por edhe do t'i agjasonte kufomat. Profesor, cila ishte qëndresa e vëllezërve tanë në Drenicë? Cili ishte organizimi, apo më mirë të themi vetë organizimi I popullatës asajane? E them, mua me ra histe të përshkoj atë pjesën e lirë Drenicës, që merr nga Murga, Obria, Likovci e Rëzalla. Në një zonë që unë e përshkova me në një natë dhe në ora 2 pas mesnate. Kam takuar ata djelmosha Drenicës, nga mosha 15 vjeç e sipër, të gjithë të vendosur, top, që të mbrojnë familjen dhe pragun e shtëpisë. Është një vendosmëri e lullës së rinisë së Kosovës, për vetë mbrojtje të familjes, të fëmijëve, të plakave, pleqve, të grave shtetëzanë, të nuseve. Si e shohin banorët e fshatrave të Drenicës ardhmërinë e tyre? Drenica, ardhmërinë e saj nuk e shikon vetëm. Drenica heroike e martire, ardhmërinë e shikon duke qenë tok me gjitha krahinë shqiptare. Këtej Drinit dhe përtej Drinit. Drenica tregoj edhe një herë që është një kala e pamposhtur. Është Drenica që e bashkoi popullin shqiptar. Këtej Drinit edhe përtej Drinit. Krahina tjera shqiptare duhet të mësojnë se si mbrohet pragu I shtëpisë, si mbrohet familja. Unë kam pas fatin të takoj bijat e familjes Jashari. Është një fenomen në këtë historinë tonë të këtij fundi shekulli. Na dalin gratë shqiptare me të forta se meshkujt. Dhe në momentin ku në Prekazin e poshtëm po bënin varrimin e martirëve, dëshmorëve të kombit, ato 5 bija të familjes Jashari nuk nxjerrin as një pikë loti. Përderisa meshkujt qajnë, ato nuk qajnë. Qanë zemra aty ne. Po loti nuk del dot.
Edhe është një moment për mua i prefshëm për të mirë, ku këto 5 bijat e familjes Jashari mua më ngushëllojnë. Edhe më thonë, vlla, ti shëndosh. E pra, po shkruhen faqet e arta të historisë kombëtare shqiptare në fundin e këtij shembulli. Profesor, përjetimet e juja nuk mund të përfundojnë këtu në këto pak minuta, por do t'i